Moti përkeqësuar, dallgët e larta dhe era e fortë kanë bërë të mundur pezullimin e lundrimit detar gjatë kësaj të enjteje. Trageti i linjës me Italinë nuk ka udhëtuar në drejtim të Vlorës, ndërsa kapiteneria ka pezulluar edhe lundrimin e mjeteve të vogla të peshkimit, si dhe anijeve të tjera që operojnë pikërisht në sektorin e peshkimit. Kapiteneria e Vlorës konfirmon se kushtet pritet të përmirësohen gjatë ditës së premte, ku do të jepet edhe leja e lundrimit për të gjitha mjetet lundruese, anijet e peshkimit, anijet e vogla dhe për tragetet e linjës me Italinë. Në bazë të parashikimit për situatën hidrometeorologjike të përkeqësuar brenda dhe jashtë gjirit të Vlorës, gjatë datave 26 dhe 27 mars 2026, ku duke filluar nga ora 6 e datës 26, pritet erë në drejtimin jug-juglindje me forcë 6 deri në 7 BFT, shpejtësi 15 deri në 20 metër për sekond, si dhe lartësi dallgësh nga 1.5 deri në 2.5 metra. Ju njoftojmë si më poshtë. Është ndaluar pajisja me leje nisje e mjeteve të vogla lundruese dhe atyre të peshkimit që synojnë të operojnë jashtë gjirit të Vlorës, duke filluar nga ora 6 e datës 26 deri në orën 6 të datës 27 mars 2026, me qëllim parandalimin e çdo rreziku dhe situate emergjente për shkak të kushteve atmosferike. Kërkojmë bashkëpunimin e të gjitha subjekteve, si dhe institucioneve, të cilat ushtrojnë veprimtarinë në fushën e detarisë, përmarrjen e masave të nevojshme, në sigurimin e mjeteve në port dhe rritjen e gatishmërisë së ekuipazheve. Anija pasagjere e linjës Vlorë-Brindisi-Vlorë ka anuluar lundrimin dhe mbërritjen në portin e Vlorës për datën 26 mars. Anijet e transportit ndërkombëtar detar do të vazhdojnë të operojnë normalisht sipas destinacioneve përkatëse, ndërsa përmirësimi i situatës hidrometeorologjike për mjetet e vogla lundruese dhe ato të peshkimit pritet pas orës 6 të datës 27 mars 2026.